Siç duket e kemi edhe atë erdhi edhe ajo tashmë, do t'i themi, besoj që do i themi mirëmëngjes, sepse pas ka gjetur një kënd të bukur sot dhe do t'na thot ku gjendet, çfarë bën dhe çfarë po ndodh sot konkretisht në orët e hershme të mëngjesit, në orën 9:10. Mirëmëngjes Valdeta. Mirëmëngjesi për të gjithë shikuesit e televizionit Alsat, mirëmëngjesi Dritro, Valbona, dhe të gjithë atë të cilët janë para ekranëve. Ne gjendemi këtu. Unë gjeta një kënd që është, ka qenë paksa një pikë e rrezikshme, si për këmbësorët, po ashtu edhe për drejtuesit e makinave, mirë po si duket na është drejtuar puna. Ja unë tash lirshëm jam në këtë trekëndsh që ka ndodhur shumë aksidente. Po, Vale. Jam në mes të rrugës Slovenačka, nga ana ime e djathtë vije, komuna e Shutorizarës, më pas pjesa e rrugës së Butelit. Valdeta, mikrofonin afër mbaje, të lutem. Pjesa me dorën tjetër oriento. Butelit Butelit dhe nga ana ju nga Fush Topana, do me thënë rruga Bosnia dhe Hercegovina. Unë jam që gjysmë ore këtu, dhe vërej një rregull vërtet të mirë, që është për t'u përshëndetur. Valdeta, e pas ke marrë rolin e Xhaxhi Polici sot komunikacionit, a? Po, edhe që ishte më interesant, më fishkëllonin me ato dhe më përshëndetni. Mirë më gjësja, jemi mirë, shumë mirë jeni. Valdeta, po ku e morën vesh që je beqare ti? Ku e morën vesh ata? Dritro. është Xhaxhi Policia. Po pse kisha mikrofonin e Alsatit? Qartë. E din që Valja mund t'i gjiron dhe dënimet ju shkojnë. Të gjithë beqarë. Gjithë beqarë. Beqarë dhe beqaresha. Valdeta, përpara se të kalojmë tek tema, më dëgjoj tash, të lutem. Përpara se të kalojmë tek tema. Përpara se diskutojmë për gjendjen ku je atje, unë do doja një pyetje, sepse temën e ditës sotme e kemi, edhe unë e di që je përgatitur në këtë lëmi. A janë ëndrat mesazh apo thjesht manipulimi i trurit? Sot do diskutojmë për ëndrat. Valja, unë kam pa disa ëndra mbrëm dhe isha kështu shumë e hutuar se çfarë mesazhi apo ndoshta një pjesë ëndrës nuk më kujtonte, mirë po më thuaj për ty personalisht, a mendon që janë mesazh apo ndonjë manipulim, si të them, në vetdia e trurit që na punon pak më shumë? Unë mendoj se kam lexuar paksa më tepër dhe më intereson kjo tematikë, është, si e thotë Dritroj, manipulim mendor, do me thonë të llovitje në tru. Ajo është jashtë vetdijes, dhe kjo është ngushtë e lidhur, po që se kemi problem me pagjumësinë, e është të quajtur insomnia. Po, e përmendi dhe Dritrojëm. Ku edhe prej kësaj vjen ankthi, depresioni. Mirë po gjithë shka në këto ëndra vjen nga jeta e përditshme që e bëjmë, nga rrethi që jemi. Edhe unë mendoj, Valje, mirë po, a mendon ti që kur tash... Jemi të hutuar ndonjëherë, ndoshta ju ka ndodhur që kemi parë ëndra edhe me njerëz nga ata të cilët na kanë lënë, nga bota tjetër, bota e mshuar. E që si kemi këtu. Çdo herë është ndonjë lidhje shpirtërore që nuk mund të formulohet një teori ose një formul prej botës tjetër dhe kësaj këtu. Mirë po të llovia më e madhe është të llovia mendore. Stresi, ankthi, depresioni, insomnia, mos të flasë. Në botën moderne, insomnia është numër 1. Është një sëmundje e çuditshme kohën e fundit, po. Sepse ka shumë njerëz të cilët kanë problematik me gjumin, siç e kam edhe unë, mësuese. Shumë. Dhe që është më interesant, ne mendojmë se ne këtu në Ballkan kemi më tepër insomnia. Mirë po nuk është e vërtetë. Jo, nuk është e vërtetë. Do të thënë në vendet që janë më të zhvilluara, ata të cilët mirën me kompani të mëdha, ata të cilët janë në funksione, po ashtu dhe këtu mund të them.
është po e njëjta. Edhe unë kam një problem shumë të Janë të madh. prekur nga kjo sëmundje. Edhe unë Vale kam një problem Kjo është shumë të sëmundje. madh, sepse kudo që ta vendos kokën, më zë gjumë me njerë fiks fare. Ne i themi në gjuhën popullore Nuk është thuhet insomnia, është qelemen gjumësia. pagajle. Kjo quhet qelemen pagajle. Pagajle. Po, për zotin. E po e ka mikrofonin Alsat, është beqare për ato. Dhe të gjithë ta përshëndesin. Ja që na u përfshin të gjithë këtu. Shumë mirë, Vale. Më thuaj, komunikacioni, filluan rregullat e reja. Filloi Sin City. Rregullat e reja më A i shikon, Sin City, qyteti mëkateve do bëhen. Sa më pëlqen. Sa më pëlqen ky trekën se këtu ka qenë kataure madhe, ju të gjithë e dim. Jo, po ne të gjithë e dim këtu, ne të cilët jetojmë në këtë rreth, e dim se çfarë parregullësie ka pasur në këtë pjesë, domethënë të kësaj lagje. Ndërsa sot në mëngjes shoh diçka tjetër, është rregullsi dhe është për të përshëndetur, shpresoj të vazhdoj kështu. Mirë po, unë kisha pasur dëshirë që ti rikujtojmë të gjithë shikuesit tanë, të gjithë drejtuesit të cilët drejtojnë makinat për gjobat. Nëse ka mundësi që edhe një herë të i rikujtojmë gjobat sipas sistemit Safe City. Do me thënë, te i kalimi shpejtësisë deri 20 km/h, mbi kufirin është 20 euro. Do më thëmë bi 20. Në 20 deri në 30... Po, në 20 deri në 30 kilometra, 25 euro. Po si, jo, mashallah. 30 deri në 50 kilometra, 300 euro, marje e patentës 3 deri në 12 muaj. Asa bukur kjo. Mashallah. Të ndëgjojmë, bi 50 km/h, 400 euro, marje patentës së shoferit për 1 vit të plot. Asa bukur. Të ndëgjojmë tani që është më interesante. Kalim në semafor të kuq, 250 euro, ndales drejtimi 3 deri në 12 muaj. Perfekte. Varet nga gjykatësi saj sakton, atë shumë mirë. Varet edhe atë në të portokall, në ngjyrë portokalli ndonse. Më pas unë kam diçka të flas, të diskutoj edhe me juve, ndoshta edhe shikuesve ju intereson kjo gjë. Vetëm ma rikujtoni, automjet pa regjistrim 100 euro, shoferin 250 euro pronari. Po që se është në leasing. Po. Dhe parking të pa rregullt 30 deri në 50 euro, varësisht nga situata në çfarë këndi, ku është parkuar ajo vetur. Dritrok, është për shtu përshëndetur. Tani do ta mbaj mikrofonin dhe kthehem këndej nga kjo pjesa nga ana e butelit. Do me thënë, me siguri ju e keni parë, të gjithë semaforat kanë minutazh dhe sekonda. Dërsa këtu ku je ti nuk ka minutazh, më duket. Nuk ka, dhe atje është shumë e lehtë, do me thënë, për ta ditur dhe për t'u para përgatitur. Pse ne kemi problem? Unë kam parë, dje hasa në një problem shumë të madh. Në momentin kur isha në dritën e gjelbërt, në moment filloi pak të lëviz drita e gjelbërt dhe frenova, se u frikova. Do kaloje në të shpejtësi, në të portokallë dhe në të kuqe. Dhe ja ku është problemi, do me thënë, si mbas perceptimi tim, duhet të bëjmë një apel si medium, ose me siguri edhe këto të gjithë e komentojnë në këtë situatë. Që të vendosen edhe sekondat, minutat. E pa tjetërsuar, duhet të kemi minutazhe dhe sekonda në çdo semafor. Shumë e qartë, Valdeta, dhe shumë i bukur. Me të drejtë, ke? Një lakmi e madhe të shkosh nga ana e butelit. Përpos që rrugëve janë shumë të mirë, semaforat me këto minutazhe dhe sekonda, nuk di, më duke i vetja se në Evropë janë. Me shumë të drejtë, ke? Ka lagje në Përshkup, që është shumë e drejtë kjo tema, që sepse dje edhe par dje më rastisi, që kemi semafor të cilët të paralajmërojnë kur është e gjelbërta deri pastaj derisa kalon në të portokall, në të verdh, dhe janë ja 4 herë që sinjalizon. Dhe pastaj vjen mbas të 4-të sigurisht që vjen e verdha. Kemi semafor në Përçajir
të cilët nuk kanë paralajmërime, thjesht shkon nga e verdha, nga e gjelbërta. Sot përderisa po vija në punë, Vale dhe Dritro, isha domethënë duke kaluar rrugën këtu që është në tregu në Bit Pazar. Domethënë është ai semafori që është vetëm për këmbësorët, mund të them, dhe nuk ka domethënë sinjalistik të minutave. Dhe autobusi, komplet autobusi shtetëror, publik, kaloi në të kuqe, sepse aty nuk ka kamera të Safe City-t. A thua që tani shoferët po I mësojnë se ku janë kamerat dhe... Nuk I mësojnë të gjithë. Ishte shofer I transportit publik. Shifen, ja unë këtu shofë në këtë pjesë I kam nga ana rrugës Slovenacka, janë dy kamera dhe ata të mëdha. Po ashtu edhe nga ana e komunës së Shuto Rizarit dhe nga ana e Butelit dhe Çajirit. Jo një, po nga dy kamera ka lartë. Dëgjoj, shumë e drejtë është. E drejtë është, duhet që të ketë edhe semafor ansor me sekondazh që të tregon të paralajmëron qytetarët që edhe një herë domethënë është numrimi I mbrapsht. Dritro, nëse është shpëtimi ynë këtu në komunën tonë, që është paksa më e lehtë, se nuk besoj se edhe shumë shpejt mund të bëhet ajo me semafor, duhet vërtet të bëjmë një apel të autoritetet komunale, po të qytetit në përgjithësi. Vërtet na duhen, unë ju them qarkore, rrethoje. Rreth rrotullime. Rreth rrotullime pa tjetërsuar është shumë më lehtë. Sepse kanë pa në shumë raste që funksionojnë dhe reduktojnë trafikun. Mirë, Valdeta, ato bëhen... Për shembull te ky udhkryqi ku ndodhesh ti është e pamundur të ketë një rreth rrotullim sepse krijohet rëmuj e madhe. Unë mendoj por rreth rrotullime të vogla në për lagje brenda mundet. Ashtu në lagje se unë kam shembull ke parë keni qenë në Zvicër. Mu po pëlqen. Jo, s'kam qenë Valdeta, jo. Rreth rrotullime. Ti s'ke qenë ka qenë në Valvona se është beçare. Se çfarë është Zvicra, shëron plagën? Ju lutem të fokusoni. Apo realizon ëndra Zvicra. Tash na e thuaj. Ashtu, ndoshta ai ke vërejtur, unë kam vërejtur, mu pëlqen, ka rreth rrotullu, ka gjithkund, dhe është shumë lehtë, domethënë për të drejtuar makinën. Dhe një punë tjetër që isha duke haruar, ndoshta pak e stërgjata, por ne nuk kemi tabela, ne nuk dim se sa duhet të drejtojmë sa shpejtësi. Ja për shembull këtu ka ana ime Slovenacka është. U ka vetëm një, kur kaloj unë, ajo është e mshefur 50, do me thënë shkruan 50, është një dru I madh I tegëzuar që nuk duket. Po, kemi billboard të ndryshëm, reklama, që I mbulojnë sinjalistikat. Mos harrojmë se edhe duhet pa tjetërsueshme është që të vendosen edhe sinjalistika, tabela sinjalistika, tabela paralajmëruese. Vale, je fantastike. Si është moti paka shumë Vale, të na I përcjellësh pak. E ke ftohtë? Jo, nuk kam ftohtë se jam veshur trash, po ndjehem mirë. Pse ndjehem mirë? Ndjehem mirë se funksionon e zgjodha këtë lokacion. Jo, po funksionon transporti normal, po e zgjeda këtë lokacion që ka ndodhur disa aksidente shumë tragjike. Dhe inshallah shpresojmë dhe lutim Zotin që asnjëherë më mos të ndodhin këto sende dhe ky është vendi që vërtet vendi lotëve, ndoshta disa I prekin. Mirë po tani jemi mirë. E vërtet Vale dhe shpresojmë që arsyeja pse është vendosur Safe City të ketë funksionin e tij. Asnjëherë. Me Safe City le të funksionojë çdo gjë në rregull. Vetëm I lutemi të gjithë autoriteteve që le të na vendojnë minutash, sekondash, le të na vendojnë tabela dhe vërtet me siguri do shkojë para. Atëherë do ta respektojmë siç duan. Sepse kështu, siç the ti, edhe siç e kemi përjetuar të gjithë, kjo do duket si një manipulim që puna e bëjnë në mënyrë tendencioze. Duke e ditur që diku ka semafor që numrojnë mbrapsht, do më thënë 90 sekonda deri në 0 dhe para përgatiten qytetarët për të lëvizur dhe pastaj kur bëhet rindezja ka sinjalistik, ndërsa tek lagjet shqiptare kjo është shumë e saktë që e ke vërejtur sepse nuk ka sinjalistik e duhur të numbrimit ose të paralajmërimit
të semaforit me sinjalistikën që ndizet fiket dhe ti si shofer zakonisht e dim se me 4 herë Po, në me dytën herë më ndalon. Të tretën ose të katërën do ndalosh. Si paralajmërime. Shumë e drejtë. E kemi të patjetërsuar ne si media, ne si gazetarë, të i rinjallim, do me thënë, vërtet i themi këto haptas, këto sende, se jetojmë këtu dhe do gjobojmë i shumë keq, dhe shumë mire dim se me qfar paga ne jetojmë këtu, për atë të kemi sa më shumë apele që vërtet të fillojnë edhe këndej ti sinjalizojnë sendet, të vendosin tabelat, edhe ne të modernizohemi dhe mos të marrim lakmi nga lagje tjera. Sigurisht. Të shpresojmë që të jetë ligji i njëjtë për të gjithë. Shëndet Xhaxhi Ademi, ku e themi? Ademi të shtiu Valdeta, edhe duhet i themi shëndet, sigurisht. Shëndet. Shëndet. Valen, nuk duam që të ftohim më shumë, faleminderit shumë për mesazhet, një mesazh fantastik që sot ndau Valja me ne. Po, një kërkesë që duhet me të vërtetë ta zërojmë dhe të rregullohet njëherë për gjithmonë dhe Safe City të ketë atë funksionin pse është vendosur në fakt të ruaj jetën e personave të cilët ndodhen në trafik. Valdeta, faleminderit shumë. Shpresoj të shihemi kismet në ditën e javën tjetër, jo me rubrika, kemi rubrika. Edhe sot të kemi Vale me zërin tënd në studio. Faleminderit shumë Vale, mirupafshim dhe pashë një ditë të mbarë. Shëndet dhe gjithë të mirat Vale. Faleminderit shumë.